Mëngjesin e ditës së sotme, pjesëtar të policisë të Tetovës në hapësirat në mes qendrës sportive dhe stacionit autobusave kanë gjetur 2 paketime me marihuanë. 2 paketimet me nga rreth 500 gram marihuanë të mbështjellura janë lënë afër trafostacionit, ndërsa rreth 50 metra më larg është gjetur edhe një paketim tjetër me të njëjtën peshë. 3 paketimet janë fotodokumentuar dhe do të analizohet përmbajtja e tyre, ndërsa pas kryerjes së hetimeve do të merren masa se kush dhe kur i ka lënë aty dhe për kënd kanë qenë të destinuara. Përndryshe, marihuana dhe kokaina kohëve të fundit janë lëndët narkotike më të kërkuara në rajonin e Pollogut. Vitin e kaluar të rikujtojmë se në 68 rastet e denoncuara si vepra penale, gjithse ishin involvuar 77 kryerës, për të cilët janë iniciuar 61 vepra penale, janë gjetur dhe konfiskuar 192 kg marihuanë, 55 gram heroin dhe lloje të tjera të drogave, por në sasi më të vogla. Në Tetov, numri i përdoruesve të drogës sipas regjistrit të sektorit për punë të brendshme është 489 persona, kryesisht përdorues të marihuanës, prej të cilëve 40 vitin e kaluar kanë qenë të regjistruar të rinj, njoftojnë nga policia e Tetovës. Numri më i madh i këtyre narkomanëve janë meshkuj, të moshës 15 vjeçare më i riu përdorues dhe më i moshuari 60 vjeçar, informoi policia.